Maska me kos që ju heq 10 vite nga fytyra, i jashtë si ta përgatisni. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm, plot me vlera për të konsumuar. Jo pikërisht për vlerat të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës nëse e përdorni atë në maska bukurie. Pa nevojë për t'i shtuar asnjë përbërës tjetër, kosi kthehet në maskën më ekonomike, por me përfitime të mrekullueshme edhe për shëndetin e lëkurës. Në këtë video do të rendisim përfitimet që do të marrë shëndeti juaj i lëkurës nga përdorimi i maskës me kos. Mineralet dhe vitaminat që gjenden te kosi do të jenë gjithashtu përfitimet kryesore të kësaj maske. Ka një arsye pse kosi jep lëkurës së fytyrës një rigjatërim. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave janë pikërisht këta 4 përbërës të cilët ndihmojnë në shëndetin e lëkurës, si zinku i njohur për vlerat e tij antiinflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës si dhe balancon gjëndrat yndyrore që shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë dimë se kosi përmban kalcium, ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përthithjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira, si dhe nxisin prodhimin e yndyrnave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit kryesor të kosit dhe gjendet me shumicë të produktet e lëkurës. Ai funksionon si një agent kundër rrullave dhe plakjes së lëkurës, por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimave tirazoin, të cilat nxisin prodhimin e melaninës. Kështu lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Po si ta përdorni kosin për shëndetin e lëkurës? Mjafton që në një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaji me kos dhe t'i përzieni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike, si dhe qafën. Ju këshillohet që, ndërkohë që lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur edhe qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar një maskë të mirëfillt. E lini për 15 minuta dhe më pas mjafton ta njofni pak duart me ujë dhe përsëri të fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thermohet. Kështu, ju largoni qelizat e vdekura dhe papastërtitë që janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Kosi përmban bakteri të cilat luftojnë të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu, ju do të parandaloni krijimin e akneve si rezultati i infektimeve të poreve nga papastërtitë. Më pas shplajeni lëkurën me ujë të bollshëm për të lehtësuar edhe papastërtitë dhe fshini lehtë me peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, sugjerohet thjesht ta shplani fytyrën me ujë të bollshëm. Por sa shpesh duhet ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa për ata me lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 ose 3 herë në javë dhe kështu përfitimet që do ta keni do të jenë vërtet të mira. Pa hequr merita produkteve të kozmetikës që merrni në parfumeri, mund të ndihmoni lëkurën tuaj edhe me produkte të bëra vetë me përbërës të thjeshtë dhe me kosto minimale. T'i riktheni lëkurës shkëlqimin dhe t'i dhuroni asaj energjinë e re pas ditës me smog dhe stres, tani është e mundur. Jashtë këshilla e dur të cilën mund ta përdorni vazhdimisht në të mirë të shëndetit të lëkurës. Kosi është një aleat i produkteve për të kujdesur për lëkurën. Fal cilësive qetësuese dhe hidratuese, përveç se ka aftësi antibakteriale dhe pastruese. Duke krijuar që kosi të ketë aftësi të mira për të aktivizuar elementet përbërës të produkteve me të cilat përzihet, duke mundësuar atyre të penetrojnë në mënyrë efikase për lëkurën. Tregoni vëmendje, vetëm kos të bërë në mënyrë natyrale dhe jo kosi që përmban kimikate për të përpunuar, por kosi i cili krijohet vetë në shtëpi mund të jetë më i miri për lëkurën tuaj. Sipas Brajcaj do të rendisim disa maska me kos në këtë video, të cilat do i vinë në ndihmë shëndetit të lëkurës. Kombinoni kosin me kivi.
Kivi është një frut i çmuar sepse përmban substanca ushqyese që japin lëkurës son shkëlqim. I pasur me vitaminën C dhe vitaminën E, ky frut përmirëson lëkurën falë përmbajtjes antibakteriale, në veçanti vitamina C, që e bën edhe zbardhjen e njollave të lëkurës. Kivi ka gjithashtu cilësi antiinflamatore natyrale, të cilat ndihmojnë në luftën kundër akneve dhe njollave dhe gjithashtu përdoret si një skrab i lehtë. Merrni tulin e një kivi të cilën e shtypni mirë me një piru, më pas shtoni kosjen dhe i përzieni derisa të bëhet masa e një trajshme. Pasi keni larë fytyrën, aplikoni maskën e realizuar dhe e lini në fytyrë për rreth gjysmë ore, më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Këshillohet që kjo maskë ta aplikohet të paktën një herë në javë në shëndetin e lëkurës. Kështu rezultatet që do të keni në realizimin e kësaj recete do të jenë vërtet të mira edhe në mbajtjen larg të papastërtive. Përdorimi i kosit në kombinim me kivin mund t'japë rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj, dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga maskat më të mira për shëndetin e lëkurës. Kombinimi i kosit me mjalt gjithashtu mund të jetë një recetë fantastike për dukjen e lëkurës suaj dhe dhënien fund të problemeve të saj, duke nxitur që të keni një lëkurë më të bukur, gjithashtu edhe pa akne. Maska me kos dhe mjalt është kundër rrullave dhe qetësuese kur arrihet të përzihet një lugë gjedhekos me një lugë kafeje me mjalt. E thjesht në përgatitje me një efekt të menjëhershëm për t'i dhënë shkëlqimin e munguar lëkurës suaj dhe gjithashtu për të larguar stresin, lodhjen dhe gjithashtu papastërtitë e ndryshme të saj. Kombinojeni kosin me arrën e kokosit, kështu do të keni zgjidhje natyrale për shëndetin e lëkurës dhe gjithashtu do të keni një mbrojtje më të mirë për shëndetin e saj. Një maskë me gjysmë tasi kos, një lugë gjedhe miell kokosi dhe një lugë miell qiqrash do të jetë perfekte për një lëkurë mikse, sepse efekti skrab i kësaj recete do të evidentohet shumë më mirë dhe vitamina do të ndihmojnë edhe në përmirësimin e dukjes së lëkurës suaj. Kështu përfitimet e kësaj recete do të jenë të menjëhershme. E përzieni të gjithë përbërësit derisa të arrihet një masë një trajshme, më pas e aplikoni atë në lëkurë, e lini maskën të veprojë për të paktën 10 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të bollshëm dhe të rrjedhshëm. Kështu do të arrini të realizoni një maskë natyrale për dukjen më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe largimin e papastërtive të saj. Në një recetë efikase mund të arrihet edhe duke realizuar kombinimin e kosit me kastravec, duke ndihmuar kështu në hidratimin më të mirë të lëkurës suaj. Në veçanti është e këshillueshme për lëkurën e thatë, gjithashtu edhe atë të skuqur. Kjo maskë gjithashtu është e mirë edhe për të gjitha llojet e lëkurës, duke dhënë kështu rezultate fantastike për dukjen e saj dhe duke mbajtur larg problemet të cilat i kanosen shëndetit të lëkurës. Ndjekja e kësaj recete në kombinimin e këtyre dy përbërësve të thjeshtë do të jetë një mundësi e shkëlqyer për dukjen tuaj. Kastraveci është i njohur gjithashtu për aftësinë e tij natyrale hidratuese dhe qetësuese, si dhe në bashkëpunim me kosin ka fuqi të mira ushqyese, duke i dhënë kështu rezultate mjaft të mira dukjes së lëkurës suaj. Edhe në rastet nuk ka nevojë shumë për përgatitjen e kësaj maske, por mund të realizohet fare lehtë në kushte shtëpie dhe mbi të gjitha do t'i riktheni shkëlqimin e munguar lëkurës suaj. Një tjetër recetë shumë e mirë për dukjen e lëkurës është kombinimi i kosit me limon. Sidomos për lëkurat mikse ose edhe ato të yndyrshme, përdorimi i limonit gjithashtu është një zgjedhje mjaft e mirë fantastike në dukjen e lëkurës, duke mbajtur atë më të hidratuar dhe duke evituar kështu yndyrnat e tepërta. Shtrydhni gjysmë ose një limon dhe miksojeni me kosin. E aplikoni maskën më pas në fytyrën tuaj me lëvizje rrethore, derisa të stimulohet më mirë qarkullimi i gjakut në lëkurën tuaj. Gjithashtu, sa më e yndyrshme të jetë lëkura, aq më gjatë duhet ta lini maskën të veprojë në lëkurën tuaj. Kështu vlerat që do të ketë shëndeti juaj i fytyrës do të jetë më efikas. Rezultatet do të jenë të menjëhershme nëse e ndiqni këtë recetë në mënyrë të rregullt, atëherë dukja e lëkurës tuaj do të jetë më e plotë dhe më e mbrojtur. Mos nguroni t'i përdorni këto receta vazhdimisht në kushte shtëpie për të ndihmuar kështu në dukjen më natyrale të flokut tuaj dhe të lëkurës më të shëndetshme. Vëmendje,
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.